kthehemi prapë tek çështja e personit që ka dhënë urdhrin dhe personit me gjitha ligjërisht Denis që ka pas kompetenca ta japi urdhrin. Se do të jemi të qartë, është zoti Basha, pa diskutim. Zoti Basha ka qenë ministri i brendshëm dhe porosia dhe urdhri pa diskutim jepet nga ministri i brendshëm i shtetit shqiptar, nuk ka se jepet nga kryeministria. Okej, kjo është një lloj ligjërisht. Kjo që thoni ju është diçka që në parim kur ligji thot kështu. Po unë për ligj po flas. Berisha në asnjë vend nuk e ka sulmuar Bashën edhe kur ishte çështja e foltores që të ketë thënë Basha ka. Po sepse kjo bie në madje Berisha sot i ka bërë një favor kur thotë që Basha më erdhi në zyrë, bashkë me Ndrej Prendin, dhe më kërkoi të ikte nga institucioni se normalisht në atë situatë të trazuar, gjëja më e mirë ishte largimi i ish-kryeministit, ashtu siç bëri dikur Fatos Nano. Pra, në një farë mënyre iku nga salla, iku nga Shqipëria. Dhe mbase edhe largimi i Berishës do ta kishte qetësuar dhe situatën ndoshta do kishte qenë zgjidhja më e mirë. Po, pra, Basha deri këtu nuk del në asnjë vend përgjegjës, se nuk... Denis, a mund të... Jo vetë ta mbaroni se ndoshta në preva, po. Në funksion të... Pse ju mendoni që Basha është njeriu kyç i kësaj historie? Sepse për shkak të pozicionit dhe rolit që ka pasur, për shkak të edhe të dëshmisë zotit Topit që thot ai më ka kërkuar ndërhyrje tek Ina Rama, ndërkohë nga ana tjetër shoh kryeministrin Berisha i cili e ka sulmuar dhe ka thënë fjalët Kurv dhe Lavire Bulevardin ato vite për zonjën Rama. Kështu në këtë kontekst Basha bie si personi i cili kërkon ndihmën, kërkon me dëshpërim zbardhjen e kësaj situate dhe për shkak të peshës institucionale që ka pasur Denis në ato vite. Tani sepse zoti Berisha ka qenë frontal që nga fillimi dhe deklaratat e tij për Ina Ramën kanë qenë degraduese, ofenduese dhe të papranueshme në opinionin tim, të flasim nga ana politike tani. Madje edhe Basha i dha votën në KPA sa që bën gjyqtar. Të doja të thosë se Basha ka dashur një pajtim, për çfarë ka dashur këtë pajtim dhe për çfarë ka dashur zbutjen kur ka qenë pa fajshëm. Shumë mirë, atëherë po të sjell në kontekstin e kohës. Pra, marrëdhëniet e Berishës me Bashën janë të shkëlqyera, marrëdhëniet e Bashës edhe ose le të themi njohet e Bashës me ish prokuroren prap janë të mira dhe me marrëdhëniet dhe njohet e ish presidentit me ish prokurorin janë shumë të mira dhe ju mendonin nëse Basha ka shkuar te presidenti Bamir Topi për të kërkuar një lloj ndërmjetësimi tek Ina Rama, ju mendonin që Basha ka shkuar me kokën e vet apo ka me urdhër të Berishës? Kjo është pyetja. Unë mendoj që fëmia dhe gabon dhe prindi gjithmonë është i destinuar ta ndihmojë. Në rastin konkret Berisha është baba. Dhe në këtë situatë ai e mori përsipër edhe konfrontimin, qoftë edhe publik, qoftë edhe politik, qoftë edhe ligjor me prokurorin asaj kohe. Ndërkohë Basha gjithmonë ka qenë ai personazhi që flinte gjumë. Që është fshehur. Dhe plotësonte kriteret që të rrinte në krye të PD-s, sepse firmoste çdo gjë, mos harrojmë që çarja edhe prishja midis Berishës dhe Bashës ndodhi sepse Basha vendosi t'i përgjigjeshë ambasadës amerikane dhe jo babait shpirtëror që ishte Berisha. Se Basha në opinionin tim pa Berishën do ishte një roje thjeshtë te Partia Demokratike Denis. Ti themi ca të vërteta siç janë publik. Jo, dakor, nëse është roje e thjeshtë, atëherë stik mendoni që Basha me kokën e tij ka shkuar president. Sepse ta thash, jo pra, në kuptimin edhe të peshës. Ta thash fëmia dhe bon dhe prindi është i destinuar thash që ta ndihmoj. Po, për ta mbyllur këtë, se do kaloj te tema. Në funksion saj Alesa se e hapi, e ka të shkruar neni 9 ligjit kohës, ligji i Gardës. Ka një mënyrë si funksionon dhe neni 9 parashikon në mënyrë të shprehur. Komandanti i Gardës ka autoritetin e plotë të drejtimit e të kontrollit të gjithë veprimtarisë së Gardës. Ai është përgjegjës para ministrit të brendshëm për përgatitjen dhe gatishmërinë efektive të Gardës dhe për realizimin e misionit të saj. Pra, ai është përgjegjës dhe direkte përgjegjësia ligjore është i... Tani, pyetja është, e ka ushtruar këtë funksion? Apo jo muarën? Alesja që është në gjumë. Jo, është në gjumë. Jo, pra është në gjumë. Po mirë më vjen, apo ja muarën kompetencën dhe kush ja mori kompetencën? Nëse ka pas ne dyshe, ka dy avokat. Mbyllë me